Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall me qartësimin e dispozitave të pastërtisë dhe në këtë ders do të trajtojmë ato dispozita që kanë të bëjnë me enët. Pse enët e kemi qartësuar edhe në dersën e mëhershëm se uji i cili është në gjendje të langshme dikun duhet më vendos. Ai duhet më vendos në ndonjë enë, pa marrë parasysh se çfarë lloji enës dhe çfarë materiali është prodhuar ajo enë. Për këtë arsye kemi nevojë edhe me u njoft me dispozitat rreth enëve, për arsye se njeriu mund të marrë abdesin në gjendje të rregullt, mirë po ena nga e cila e ka marrë abdesin mund të qenë për shembull ari dhe argjend, ose mund të qenë e dytë, ose enë e cila nuk lejohet. Sa i përket enëve, kemi një rregull bazë. Ajo rregull thotë se çdo enë e pastër lejohet të shfrytëzohet për pastrim, për ngrënie, për pije, për lloje të ndryshme të përdorimeve. Çdo enë e pastër, prej materialit të pastër, lejohet të shfrytëzohet qoftë për haje, për pije, për pastrim, për marrjen abdes, për gusull, ose për rujtje të gjisendeve, ose për dekorim, ose për zbukurim, e kështu me radhë, do të thonë lejohet. Edhe nëse është enë e shtrenjtë, prej materialit të shtrenjtë, për shembull prej gjevahirëve të ndryshme, edhe të cilat mundën me qenë ndoshta edhe më të shtrenjta se sa ari dhe argjendi. Esenca është që enët janë të lejuara përveç ndalesës që ka ardhur. Ndalesa ka ardhur për enët e arit edhe të argjendit. Këtë do ta përmendim më vonë. Mirë po si rregull thon, çdo enë e cila është e pastër lejohet të përdoret për pastrim, për haje, për pije. Dhe dëshmon për këtë, domethënë një mori argumentesh për këtyre huwa alladhi khalaqakum ma fil ardi jami'an minhu. Domethënë Allahu Azza wa Jalla është ai i cili ju ka krijuar për juve çka ka në tokë. Që domethënë e ka krijuar çdo gjë që ka krijuar Allahu Azza wa Jalla është e lejuar. Ka krijuar për juve. Domethënë lejohet që ju ta përdorni atë, edhe kjo është esenca e gjërave. Domethënë çka ka krijuar Allahu Azza wa Jall në tokë prej gjësendeve, prej ujrave, prej gjërave të ngurta, janë të gjitha të lejuara. Dhe nuk ka nevojë tash dikush nëse thotë kjo enë, a është e lejuar, a ndaluar, tash me kërku pe dikun argument, me thonë ai tjetër më thotë kjo është e lejuar. Thotë silla argumentit. Kush do të më provë argument? Ai i cili thotë është e lejuar apo e ndaluar, do të më provë argument ai i cili thotë është e ndaluar. Për arsye se esenca e gjërave, esenca në kapitullin e enëve është që të gjitha enët të cilat janë të prodhuar, janë të modeluar prej materialit pastër, janë të lejuar. Ai i cili thotë se një enë e caktuar është e ndaluar, ai do të më sjell argument. Pra, rregulli i përgjithshëm sa i përket enëve është se enët janë të lejuara nëse janë prej materialit të pastër dhe lejohet përdorimi i tyre për aspekte të ndryshme, edhe nëse janë enë të shtrenjta, me përjashtim të enëve të arit edhe të argjendit. Enët e arit dhe argjendit, për arsye se për këto kanë ardhur citate, kanë ardhur hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ndalojnë këto enë. Për këtyre argumenteve që kanë ardhur është hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë në ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lakum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah. Thotë mos pini në enët e arit dhe të argjendit dhe mos hani në pjatat të cilat janë prej arit dhe të argjendit, sepse ata janë për ata, për ju besimtarë në këtë dunja, ndërsa janë për juve në ahiret. Domethënë ka ardhur në formën mohore. Në formën mohore mos që në kuptohet për kësajna ndalesa në mënyrë të prerë, që domethënë është haram, bile ka ardhur forma më lartë e ndalesës. Dhe shumë prej dietarëve konsiderojnë se ngrënia dhe pija nga enët e arit dhe argjendit është prej gjunohave të mëdha. Dëshmon për këtë hadithi Ummu Salemes radhiyallahu anha, ku në këtë hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kjo Ummu Saleme e përcjell këtë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Thatë ai i cili
pin nga ena e argjend. E këtu hin edhe ena e arit, se më thonë ari është më i shtrejtë edhe ka ardhur ndalesa për të në hadithin tjetër. Dhe më thonë ai i cili pin nga ena e argjend, atëherë ky njeri, dhe më thonë, në të vërtet zihen tek ai në barkën e tij zjarr të xhenemit. Që do të thotë është kërcënu se do më thonë do të haj ose do të pi, do më thonë nga do më thonë ose diçka do të pi zjarr të xhenemit ose do të haj zjarrin e xhenemit dhe do të gurgullon ose do të zihet në lugtën e tij zjarri i xhenemit. Dhe për këtë arsye plot shumë prej dietarëve konsiderojnë se është prej gjunaheve të mëdha. Pra këtu ka ardhur përjashtimi. Pra lejohen të gjitha enët me përjashtim të enëve të arit dhe të argjendit, dhe këtu ndalesa ka ardhur në mënyrë të përgjithshme, pa marrë parasysh për burra apo për gra. Nuk është specifikuar. La tashrabu, edhe pse ka ardhur, domethënë me atë paramin vedor që zakonisht përdoret për meshkuj, mirë po këtu hin edhe femnat, sepse në shumë citate kanë ardhur se më thonë edhe për meshkujt, po aty hin edhe femnat. E shtrohet pyetja, dikush mund të më shtroni pyetje se mirë, grave ju është leju përdorimi i arit dhe burrave është leju për shembull unaza e argjend. Atëherë çysh me bë bashk? I themi se është leju për to zbukurimi, mirë po përdorimi i enëve është ndaluar. Dhe është i ndaluar për të dy palët, domethënë për të dy gjinit, për meshkujt edhe për femrat. Pra ka dallim përdorimi, sigurisht se haja, pija, pastrimi, rujtja gjërave dhe përdorimi i arit për zbukurim, që e vendos femna, sigurisht se bizylikt ose unazat ose qaforët ose të ngjashme, domethënë lejohet për to. Domethënë zbukurimi me ari, mirë po nuk lejohet as për to, as për meshkujt të ngrënit nga enët e arit dhe të argjendit, sepse domethënë hadithi është i përgjithshëm. Mirë, tash pasi është hadithi i përgjithshëm, këtu kanë treguar dietarët se kjo përfshin enën e arit dhe të argjendit. Po marr parasysh a është në sasi të vogla apo të mëdha. Po marr parasysh a është e tëra nga ari dhe argjendi apo një pjesë e saj është nga ari dhe argjendi. Apo është një pjesë e vogël e lyme, për shembull është e lyer, për shembull pjesa e brendshme me arit dhe argjendit. Ka thonë të gjitha këto janë të ndaluara, sepse hadithi është i përgjithshëm, përfshin edhe të paktën edhe ata që është në sasi pak më të shumtë, pa marrë parasysh a është 100% apo është, domethënë një pjesë më pak se sa 100%, përderisa në të ka sasi të arit dhe të argjendit, atëherë nuk lejohet të përdoret. Këtu ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam haja dhe pija. Domethënë ndalesa është për haja dhe pi. Mirë, po shtrohet pyetja, bën më përdor këto enë për pastrim, për me marr abdes, për me marr gusull, apo për dekorim, për ujitje të gjësendeve? Sipas shumicës dërmuese të dietarëve nuk lejohen të gjitha format e përdorimit. Pse? Për arsye se kanë thonë, përderisa haja dhe pija, të cilat janë të nevojshme, ka ardhur ndalesa për to, atëherë gjërat e tjera të cilat nuk janë të nevojshme, janë luks ose që s'ka nevojë për to, atëherë është më parsore të ndalohen. Domethënë, Allah Azza wa Jalla ka ndaluar përdorimin e hajës dhe pijes nga ato që domethënë enët e arit dhe të argjendit. Dhe ne kemi nevojë me ngrënë dhe pi. Nëse nuk ha njeri dhe nuk pin, ka mundësi me vdek. Pra ka mundësi me qenë ose nevojshme ose mund të qenë domosdoshme. Përderisa për gjërat e nevojshme, domosdoshme, është ndalesa, atëherë më parsore është më ndalu për gjërat të cilat janë dytësore apo që nuk ka nevojë për ta. Sigurisht se përmendëm, domethënë për zbukurim, ose për rujtje të gjësandeve, ose për abdes, apo për gusull. Mirë, po shtrohet pyetja pastaj. Nëse dikush merr abdes nga një enë e arit dhe argjendit, thamë është ndaluar. Mirë, është abdesi tina në rregull apo jo? Themi se abdesi tina është në rregull, mirë, po ai bën gjunah që ka përdorur atë enë të arit dhe të argjendit. Sepse ai ka marrë abdesin në formë të rregullt. I ka kry ato, i ka lasë edhe i ka dhënë mes kokës dhe i ka lasë gjymtyrët e tjera dhe abdesi i tij është në rregull. Mirë, po problemi qëndron vetëm tek ena,
atëherë është diçka e cila është jashtë abdesit. Domethënë e cila nuk ka lidhje me abdesin, themi bën gjuna me përdorimin e enës, mirë po është domethënë abdesi i tij në rregull. Bën përjashtim nga kjo ndalesë vetëm një pjesë riparimi e enës me diçka prej argjendit e cila është në sasi të vogël. Pra edhe dëshmon për këtë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi e Enesit radhiyallahu anhu, ku tregon Enesi en Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inkasara domethënë اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. domethënë inkasara qadahuhu fattakhadha min është thy ena e tij dhe pastaj ka riparu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë enë me një pjesë të vogël të cila ka qenë nga argjendi. Domethënë e ka riparu ato duke kapur atë pjesë me një gjë të cilat domethënë është prej argjendit. Pra kemi prej këtij hadithit dietarët kanë përgjedhur ose kanë përfituar disa kushte, kritere që përfituar nga hadithe të cilat e lejon njeriu me përdor argjendin për riparimin e enës e para që të jetë prej argjendit. Nuk mundet tash me bëu dikush qiyas analogji me edhe arin, se në esencë ari dhe argjendi janë ndalum. Ka ardhur përjashtimi për argjendit, tash nuk mundesh ti me bëu edhe një herë më kthy edhe me thon po bëj edhe arin, se në esencë është ndalum ari edhe argjendi. Mirë po, mbetet kur bën përjashtim diçka, mbetet vetëm përjashtimi aty. Domethënë përjashtohet vetëm ajo e cila ka ardhur hadithi i pejgamberit alayhis salam për ta. Të jetë nga sasi të vogël, për arsye se këtu është përdorur në sasi të vogël dhe të ketë nevojë për argjend. Prandaj nëse kanë thonë thyhet ose kriset ena dhe ka mundësi me u kap me material tjetër përveç argjendit, atëherë nuk bën me përdor argjendin sepse argjendi është në esencë ndalum. Pra, nëse nuk ki ndonjë material tjetër bën me përdor, mirë po në sasi të vogël dhe nëse ka nevojë, nëse domethënë ki nevojë që gjithsesi me përdor, atë lejohet. Pra, kjo është domethënë sa i përket enëve të arit dhe të argjendit, pra të gjitha enët janë të lejuara përderisa janë prej materialit të pastër dhe halal, dhe përveç enëve të arit dhe argjendit dhe përmendëm shumë prej atyne domethënë detajizimeve që kanë të bëjnë me enët e arit dhe të argjendit. Tash shtrohet pyetja, këto enë të arit dhe të argjendit, të cilat dikush mundet me përdor. Shembull mund me qenë të muslimanëve, po mundet me qenë edhe domethënë të jo muslimanëve. Po edhe enët e tjera, mund me qenë enë që i përdorin muslimanët, por edhe jo besimtarët. Prandaj nëse për shembull dikush e huazon për një jo besimtar ndonjë enë, a bën me përdor atë enë apo jo? Edhe kjo është një çështje e cila meriton sqarim. Do thonë, a bën me përdor enët e jo besimtarëve? Themi se jo besimtarët janë dy lloje. Janë ehli kitab, i thtarë të librit, të cilët janë jahuditët dhe krishterë dhe të tjerët, të cilët janë mushrikë të ndryshëm, ateistat, idhujtarë të ndryshëm, domethënë që adhurojnë zotë të ndryshëm. Mirë po edhe enët e jo besimtarëve janë, mund me thonë, disa lloje, ose gjendjet e këtyre enëve mund me qenë disa lloje. Gjendja e parë është kur janë enë të cilat janë të pastra, por domethënë rishtazi të prodhume. Nuk i kanë përdor. Sikurse që enët që vijnë për shembull për Kinës ose prej vendeve të ndryshme, të cilat janë të prodhume dhe nuk janë përdorur asnjëherë. Nëse janë për materiale të pastër edhe të lejuar më përdor, edhe nëse janë për jo besimtarëve. Për arsye se nuk i kanë përdorur ata më herët. Mirë po, nëse një enë për shembull është enë e cila është e përdorur, e cilën e ka përdorur dikush për jo besimtarëve. I kemi disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe dietarët më tani kanë mosrejtime se si kanë shikuar këto hadithe. Hadith kryesor është hadithi Abu Thalaba al-Khushani. Ka thënë, ja Rasulullah, inna bi ardi ahli kitab,
أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. Ka thënë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalab al-Khushani ka emrin Gjurthum ibn Nashir, fisi i tij kanë jetu në Sham, edhe një pjesë e fisit të tij kanë qenë të krishterë, por edhe vendi ku kanë jetu, domethënë kanë qenë vendi krishterë. Dhe thot, ne jemi duke jetuar në një vend që ka ahli kitab, atë ham në enët e tyre, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos hani në to, përveç se në qoftë se nuk gjeni enë të tjera, atëherë hani dhe pastroni ato enë. Do të thonë dy kushte ka parashtruar. E para, do të thonë në qoftë se nuk gjeni diçka. Mirë po mos hani në to, a është për qëllim haram? Disa predikatorë thonë, do të thonë është sikurse nuk është mirë me ngrën në to përderisa gjen diçka në doni enë tjetër. Nuk është që ka ardhur, do të thonë ndalesa që nuk kuptohet për kësaj në haram. Sepse vetë pejgamberi alayhis salam ka ngrën nga enët e tjerave të tjera të pabesimtarëve, të cilat do t'i përmendim më vonë. Do thonë, kjo vetë fakti se pejgamberi alayhis salam ka ngrënë ushqim nga enët e disa jo besimtarëve, të cilët kanë qenë në Medinë, atëherë tregon se kjo ndalesë nuk është e formës së prerë. Pra, mos hani në to nuk është mos hani në to se është haram. Mirë po, më mirë është që mos hani në to, përveç se në qoftë se nuk gjeni tjera enë dhe atëherë lani. Ky hadith në një transmetim të Abu Dawudit rahimahullah ka se Abu Thalab al-Khushani ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë na jemi në një vend të ehli kitabit, edhe ata lejohet mi përdor enët e tyre, ndërsa ata e zjejnë edhe gatojnë mishin e derrit, edhe aty hudhin domethënë alkool. Domethënë ka treguar se përdorin për gatimin e mishit të derrit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se mos hani dhe në qoftë se nuk gjeni diçka tjetër, atëherë pastroni. Këtu kanë thënë dietarët, domethënë ky është një hadith. Hadithet e tjera është se një jahudi e ka thirrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gosti. Edhe i ka vendos ushqim. Edhe ka ngrënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thirrë një jahudike, një hebreje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka preja atina një delet helmos, edhe ka vendosur aty helmin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ngrënë pesën. Pastaj është hadithi kur e ka dërguar Ali radhiyallahu anhu, edhe për me gjet ujë. Ka qenë një njëri për beteve, s'kan pas ujë, ka gjet ujë, mirë po ka gjet ujë tek një mushrike, tek një ujdhujtare, dhe aty ka sjell ato dhe aty është përmendur edhe janë përmendur disa prej profecisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po më rëndësi e kanë shfrytzuar për abdes ata ujë. Kanë shfrytzuar për me pije dhe për abdes ata ujë i cili është gjind tek ajo e cila ka qenë mushrike. Domethënë këtu janë hadithe, bashkë me këtë hadith themi se në qoftë se ena e përdorur të merr mendja që për me është e pastër, edhe domethënë shumica mendjes të marrë që është e pastër, atëherë bën me përdor, mirë po, duke pasur parasysh ata që më mirë është të përdoret një anë tjetër, sikurse është përmendur në hadithin e Abu Thalab al-Khushani. Ndërsa në qoftë se din sigurt që është përdor në të, është gatuar në të, diçka e dytë, atëherë gjithsesi duhet me la. Këto janë enët sa i përket enëve të jo besimtarëve, pastaj edhe dietarët kanë përmendur edhe teshat e tyre, a bën më i përdor muslimane apo nuk bën më i përdor. Atëherë themi se teshat e tyre edhe këto janë disa lloje, teshat e cilat janë të papërdorura, domethënë i rishtat të modeluar të dalëra prej fabrikës, atëherë nëse janë prej materialit të pastër lejohet më u përdor. Mirë po, shtrohet pyetja, a bën më përdor teshat të cilat janë të përdorura nga jo besimtarët. Disa prej dietarëve thonë në esencë unë punojmë me ato se në esencë janë që janë të pastërta. Disa kanë thonë ja, është rreziku këtu që domethënë mos me kon të pastërta. Mirë po, na shtamunë me thonë një farë detajizimi. Themi se varet ata jo besimtarë. Ndonë në dy grupe, janë disa për tyne që ruhen për papastërtis, disa që nuk ruhen shumë. Në qoftë se janë për atyne që ruhen për papastërtis, atëherë bën më përdor edhe bën më përdor ato tesha. Ndërsa në qoftë se nuk ruhen për papastërtis, atëherë nuk bën më përdor
pa u la fillimisht. Do thonë në fillimisht duhet me u la, pastaj më përdor, për arsye se nuk ruhen nga papastërtisë, e sidomos nëse janë pe atyne teshave të cilat janë tesha të brendshme. Tesha të brendshme, atëherë në tesha të brendshme themi se sidomos ekziston rreziku që me pas ndonjë dytësirë. Edhe pse ka mundësi me qenë të pastërta, mirë po na nuk e dim sigurt. Atëherë çka më vepron në këto raste, këtë detajizim që e përmenda. Kto ishin disa çështje që kanë të bëjnë me enet dhe pastaj edhe me disa detajizime të tjera. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.